Në lagjen Savër jetojnë 260 familje rome dhe pavarësisht fondeve përpjekjeve, realiteti ku jetojnë sot komuniteti rom është i vështirë. Shumica nuk kanë strehim, punësim dhe infrastrukturë të lagjes, ku ujërat e zeza janë në sipërfaqe. Mirë ujë këto gjërat, po. Ne s'kemi kanalizim edhe. Shikoj, po rrin kalamajt me në muhabetin nëpër fekale. Del puset e tij del në kanal. Edhe këto me forcat e mia po i kanë bërë që po i kanë ujë atje. S'ka valla. Po shtet, je shtet valla. Institucionet e keni kështuja, beter fare. Mendoni për njerëzit, sepse do i keni nevojën atyre. Jam 13 veta, po çunat i kam të ndara. Unë jetoj me plakun aty, ça bie jashtë bie brenda mua. Unë po flemër dhe nuk kam, brenda janë lloma bosh. Janë lloma të ngushta, edhe të vi miku ku do flej. Nuk kam vend, jam shumë ngushtë, për kraja nuk kam. Me një pension që marron, jam invalide grupi 6, grupi 2, jam invalide 100.000 lekë, mund që të bëjmë me 100.000 lekë, të marrë ilacet e mia, apo të bëja të punë. Po, të Nuk kam pësuar kushtet. nga familja ju e kini? Jo, jam kështu. Po, fëmijët të cilët kanë vazhduar shkollën e mesme, apo të natën? Mësimi, çuni madh, edhe i vogli që është në Greqi, ai shikon hallet e veta, beri shpinë e vete, oha. Kush punon për vete. Unë, pleqeri jam e cyrik, jam invalide grup 2, edhe nuk më tanë në ato, nuk i kam kushtet që të rregulloj shpinë. Aq takat kam, nuk kam takat me. Jam 63 vjeç. S'kemi të ardhur neve. Shtëpia pikon, o bori këtu mbushet nga ujërat e zeza se janë qarë. Tubat ato të ujit janë qarë, ja atje se njerëzit. Tani ca që kanë e blejnë ujë, ato që s'kan pinë për qezmat. Nga jo, në për bidonave në kalamajt. Kazani vura unë që po laj robat, s'kam. Çfarë të ardhur shkiri? Si që, burin e kam smuresh me kancer brenda. Ku të vete, s'ka. Qa do bëjmë? Të ardhur atë... Jo, fare. Qa u shjeni? Iq, me plasmasjeve të quni. Unë 100.000 lek pension kam s'kam. Do marrë hilacet e mija, po do ha me dopim. Mi që na japi veresi e na presin. Bashkia Investimet në Savër i ka nisur nga qendra, por në vendin ku banon komuniteti rom, flasin vetpamjet me mungesën e sistemit të ujrave të bardha e të zeza, asfaltimin e rrugës, apo edhe mungesa elementeve të tjerë që e barazojnë këtë pjesë të lagjes me pjesën tjetër.